Jemi rikthyer sërish në studio, vjojmë me të tjera informacione. 40 vjeçari Muçi Shaljani, i cili mbeti plagosur rënd në atentatin e Rinasit, ka ndëruar jetë mbrëmjen e djeshme në spitalin e traumës, ku ndodhej një intubim prej 4 ditësh. 40 vjeçari sapo ishte kthyer nga Barcelona së bashku me mikun e tij Gilmando Dani, kur ndaj tyre u qellua me breshëri plumbash. Dani humbi jetën në vendngjarje, ndërsa agenti i AMP-s, Muçi Shaljani, qëndroi i intubuar për 4 ditë me 2 plumba në kokë, por nuk arriti të mbijetonte. 4 ditë pas atentatit në Rinas, ka ndëruar jetë në spitalin e traumës Muçi Shaljani, miku i Gilmando Danit që ndodhej në makinë me të kur u qellua me breshëri plumbash nga 3 atentatorë të maskuar. 40 vjeçari Muçi Shaljani, agenti i agjencisë mbikëqyrjes policore dhe pronari i Hotel Ramel në Tiranë, kishte marrë 2 plumba në kokë dhe disa të tjerë në trup dhe qëndroi intubuar për 4 ditë në spitalin e traumës, por mbrëmjen e së premtes ndëroi jetë. Më datë 11 nëntor, Muçi Shaljani sapo ishte kthyer nga Barcelona me mikun e tij Gilmando Dani, por sapo u nisën me makinë nga aeroporti drejt Tiranës, ranë në një atentat të mirë organizuar. Mbi makinën e tyre u shkrehën më shumë se 3 karikator Kallashnikovi dhe Gilmando Dani ndëroi jetë në vendngjarje, ndërsa Shaljani u transportua në spital në gjendje të rëndë. Autorët pritën në rrethotullimin e Rinasit me një makinë tip Toyota me targa greke dhe hapën zjarr me breshëri Kallashnikovi nga ana e djathtë e mjetit, pasi Gilmando Dani ndodhej në vendin e parë si pasagjer. Në pamje tronditëse të atentatit duket qartë se si ekzekutorët u kujdesen që Gilmando Dani, i cilësuar si krau i djathtë i Emiliano Shullazit, të vritej, pasi njëri prej tyre ju afrua makinës së ndaluar dhe qelloi sërish në drejtim të tij. Hetimet zbuluan se Muçi Shaljani ishte rekrutuar me kontratë 3 mujore në AMP dhe pas një procedurë verifikimi. Pas atentatit në Rinas, policia zbuloi një bazë armësh në një banesë në Krujë, ndërsa poseduesi i tyre u shpall në kërkim. Pikërisht nga kjo banesë në pronësi të 48 vjeçarit Ylli Zalla, dyshohet se ka dalë automjeti tip Toyota i ekzekutorëve, pasi është pajisur me armatimin që u përdor në atentat. I shpalluri në kërkim Ylli Zalla ka qenë arrestuar më herët, por për arsenal armësh dhe prodhim lëndësh plasëse, ndërsa rezulton i skeduar edhe për dyshime mbi rekrutimin e shqiptarëve drejt ISIS. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur banorët e Kamzës në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Policia bën të ditur se një sasi tritoli ishte vendosur në ambientet e jashtme të biznesit në pronësi të shtetasve Klodian Murati dhe Bernard Delezi. Fatmirësisht në ato orë biznesi ka qenë i mbyllur dhe nuk ka pasoja në njerëz, por vetëm dëme të shumta materiale që janë shkaktuar nga shpërthimi i lëndës plasëse. Konkretisht, shpërthimi ka ndodhur në pjesën e pasme të restorantit Perla e Detit. Në kamerat e restorantit duket autori i maskuar që afrohet dhe vendos lëndën plasëse dhe më pas largohet me shpejtësi në këmbë. Pronarët deklarojnë se nuk kanë konflikte me njeri dhe nuk kanë asnjë dyshim se përse është vendosur lënda plasëse. Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Në Gjirokastër u zhvillua konferenca shkencore kombëtare Gjuha Shqipe Identiteti Ynë, një aktivitet i rëndësishëm kushtuar gjuhës, kulturës dhe trashëgimisë son kombëtare. I pranishëm ishte edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili nënvizoi rëndësinë e mbrojtjes së gjuhës shqipe si një detyrim themelor kombëtar. Në Gjirokastër u zhvillua konferenca shkencore kombëtare Gjuha Shqipe Identiteti Ynë, një aktivitet i rëndësishëm kushtuar gjuhës, kulturës dhe trashëgimisë kombëtare. Konferenca u organizua nga Shoqata Adhetare Kulturore Labëria, në bashkëpunim me Universitetin Eqerem Çabej. I pranishëm në aktivitet ishte edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili u vlerësua nga shoqata me titullin Personaliteti shquar. Në fjalën e tij, presidenti Begaj nënvizoi rëndësinë e mbrojtjes së gjuhës shqipe si një detyrim themelor kombëtar. Është detyrë parësore kombëtare mbrojtja dhe promovimi i gjuhës shqipe. Ashtu siç kanë bërë të parët tanë, është detyra jona sot
të lëmë trashëgimi fëmijëve tanë, një gjuhë të pasur, të pasuruar, me standarde dhe të mbrojtur nga huazimet e kohës që po jetojmë. Siç kanë bërë arbreshët për më shumë se 5 shekuj më parë, siç kanë bërë diaspora e re e cila ka më shumë se 30 vite jashtë vendit, duhet bëjmë edhe ne për të forcuar standardet e gjuhës shqipe. Aktiviteti u mbyll me thirrjen për vazhdimin e studimeve, kërkimeve dhe nismave edukative, që ndihmojnë në forcimin e kulturës gjuhësore në gjithë hapësirën shqiptare. Dalemi tani të zhvillimet nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka hequr tarifat për më shumë se 200 produkte ushqimore, teksa është rritur shqetësimi për koston e lartë të tyre. Shtëpia e Bardhë njoftoi se ky vendim u ndërmor menjëherë pas përparimit të konsiderueshëm që presidenti ka bërë në sigurimin e kushteve reciproke në marrëdhëniet dypalshe tregtare. Presidenti Amerikan Donald Trump hoqi tarifat të premten për më shumë se 200 produkte ushqimore, duke përfshirë produkte bazë si kafeja, mishi i viçit, bananet dhe lëngu i portokallit, përballë shqetësimit në rritje midis konsumatorëve amerikan për koston e lartë të ushqimeve. Përjashtimet e reja vijnë teksa Trump ka këmbgulur prej kohësh se tarifat gjithëpërfshirëse të importit që ai vendosi më parë këtë vit nuk po nxisin inflacionin. Ato mund të rrisin çmimet në disa raste, tha Trump për tarifat, kur u pyet për lëvizjen e fundit në bordin e Air Force One të premte në mbrëmje. Por Trump theksoi se në përgjithësi SBA-ja thuajse nuk ka inflacion. Administrata Trump njoftoi të njëjtën kornizën e marrëveshjeve tregtare që pasi të finalizohen, do të eliminojnë tarifat për ushqime të caktuara dhe importe të tjera nga Argentina, Ekuadori, Guatemala dhe El Salvadori, teksa zyrtarët amerikanë synojnë marrëveshje shtesë para fundit të vitit. Lista përfshin produktet që konsumatorët amerikanë blejnë rregullisht për të ushqyer familjet e tyre, shumë prej të cilave kanë pësuar një rritje dyfisht çmimesh nga viti në vit. I pyetur nëse ishin planifikuar ndryshime të mëtejshme, Trump u tha gazetarëve se nuk mendon se do të jetë e nevojshme. Ne thjesht bëm një ulje të vogël të çmimeve, tha ai. Çmimet e kafes ishin pak të larta, tashmë do të jenë më të ulta në një periudhë shumë të shkurtër kohore, theksoi ai. Shtëpia e Bardhë deklaroi se vendimi erdhi menjëherë pas përparimit të konsiderueshëm që presidenti ka bërë në sigurimin e kushteve më reciproke për marrëdhëniet dypalshe tregtare. Rusia ka goditur sërish infrastrukturën civile në Ukrainë dhe në Kiev, ku si pasojë 7 persona kanë humbur jetën, ndërsa në qytetin ukrainas Pokrovsk raportohet se ka një intensifikim të ndjeshëm të këtyre sulmeve. Në lindje të Ukrainës janë intensifikuar luftimet rreth qytetit në vijën e frontit Pokrovsk. Autoritetet ukrainase kanë bërë të ditur se 3 raketa dhe 135 dronë u lëshuan gjatë natës, ndërsa mbrojtja ajrore e vendit asgjësoi 2 raketa dhe 94 dronë. Sulmet erdhën pas një breshërie edhe më intensive të një nate më parë, prej 430 dronësh dhe 18 raketash që vrau 6 persona dhe e plagosi të paktën 35 të tjerë. Ndërkohë shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se përplasje të shumta kishin ndodhur gjatë 24 orëve të fundit midis forcave ruse dhe atyre ukrainase përgjatë vijës së frontit. Gati gjysma e tyre ndodhen në fshatrat dhe zonat përreth Pokrovskut, i cili ka nyje të rëndësishme rrugore dhe hekur udhore dhe ka qenë nën kërcënimin e rrethimit nga forcat ruse për pjesën më të madhe të vitit. Megjithatë, trupat ukrainase janë vënë shumë nën presion në Pokrovsk javën e fundit. Generali Oleksandr Sirski, komandanti më i lartë ushtarak i Ukrainës, tha se objektivat kryesore të Ukrainës ishin rimarrja e kontrollit të disa zonave. Sa kaq, Rusia kreu një tjetër sulm gjatë natës në Kiev duke goditur infrastrukturën civile. Ekipet e emergjencës po vijojnë kërkimet në pronoja teksa sulmet me dronë dhe raketa mbi kryeqytetin Ukrainas vranë të paktën 7 persona, tha kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Kachenko. Kryeqyteti i Iranit po përballet me krizën më të madhe të ujit ndër dekada. Zyrtarët kanë paralajmëruar se nëse vijon thatësira, Teherani mund të përfundojë i pabanuar.
Irani po përballet me krizën më të keqe të ujit në dekada, teksa zyrtarët paralajmërojnë se Teherani, një qytet me më shumë se 10 milion banor, së shpejti mund të bëhet i pabanueshëm nëse thatësira që ka përfshirë vendin vazhdon. Rreziqet janë të larta për udhëheqësit klerik të Iranit. Në vitin 2021, mungesa e ujit shkaktoi protesta të dhunshme në provincën jugore Khuzestan të Iranit. Demonstruesit u përleshën me policinë, çfarë vlen të theksohet se si mungesa e ujit mund të shkaktojë trazira. Iranianët tashmë po përballen me peshën e një ekonomie të gjymtuar, kryesisht për shkak të sanksioneve të lidhura me programin bërthamor të diskutueshëm të vendit dhe keq menaxhimin. Përballë keq menaxhimit të burimeve dhe mbi konsumit, autoritetet në Iran janë përballur me mungesa të përsëritura të energjisë elektrike, gazit dhe ujit gjatë muajve të kërkesës maksimale në vitet e fundit, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Presidenti iranian Masud Pezeshkian më 6 nëntor deklaroi se qytetarët duhet të evakuohen nga Teherani nëse nuk bie shi, pasi qyteti rrezikon të mbes pa ujë. Na ka munguar ujë. Nëse nuk bie shi, ne në Teheran në muajin iranian të Azarit duhet të fillojmë racionimin. Megjithatë, nuk është e qartë, edhe nëse bëjmë racionimin dhe prap nuk bie shi, atëherë nuk do të kemi as pak ujë. Qytetarët duhet të evakuohen nga Teherani. اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. Kryeqyteti varet tërësisht nga 5 diga që ushqehen nga alumenti jashtë qytetit, por rrjedha në ato diga ka rëndjeshëm. Bezat Parsa, kreu i kompanisë rajonale të ujit të Teheranit, tha javën e kaluar se nivelet e ujit kanë rënë 43% nga viti i kaluar, duke e lënë digën Amir Kabir në vetëm 14 milion metra kub, 8% e kapacitetit. Ai tha se rezervuarët e Teheranit, të cilët së bashku dikur mund të ruanin gati 500 milion metra kub, tani mbajnë rreth 250 milion metra kub, një rënje prej 50%, e cila me ritmet aktuale të konsumit mund të shterojë brenda 2 javësh. Përballimi i mungesës së vazhdueshme të ujit i tendos familjet dhe komunitetet edhe më tej, duke intensifikuar potencialin për trazira, kur establishmenti klerikal përballet me presion ndërkombëtar në rritje për ambicjet e tij bërthamore. Nëse qeveria do të kishte qenë e aftë, nuk do të kishte lejuar që gjërat të arrinin në këtë pikë. Ata nuk duhet ta kishin lejuar situatën të arrinte deri këtu, tha një qytetar iranian në Teheran. Nuk duhet ta kishin lejuar të arrinte deri këtu. Çfarë duhet të bëjë qeveria? Janë të njëjtët menaxher. Çfarë presin prej tyre? Ata as nuk përdorin ekspert. Duhet i zhvendosin qytetet në bregdet në mënyrë që të mund të marrin ujë nga deti. Popullsia duhet të zhvendoset atje. Tani kur shkuan të merrnin ujë, çfarëdo që mund të merrnin, asgjë nuk funksionoi. Të gjitha impiantet e ujit u ngritën në qendër të qytetit dhe nuk i zhvendosën në bregdet. E po nuk ka ndonjë që t'i bëj këta njerëz përgjegjës? Atëherë çfarë pune keni? Duhet të përgjigjeni. Dikush duhet i bëj ata përgjegjës. Pra cili është roli juaj atëherë? Vetëm të uleni dhe të kryesoni? A nuk jemi ne populli? A kemi vlerë vetëm gjatë zgjedhjeve, vetëm për të ardhur dhe për të hedhur votat? Pas kësaj, a nuk kemi më njerëz? Kush është përgjegjës për këto probleme? A nuk mund t'i parashikoni gjëra të tilla? او همون مدیرا هستن چیکار میخوام بکنم از دانشمندام که استفاده نمیکنن Kryeqyteti varet tërësisht nga 5 diga që ushqehen nga alumenti jashtë qytetit, por rrjedha e ujit në këto diga ka rënë ndjeshëm. Kriza shtrihet shumë përtej Teheranit. Në të gjithë vendin, 19 diga të mëdha, afërsisht 10% e totalit të Iranit, janë tharë praktikisht. Në qytetin e shenjtë shiit të Mashhadit, qyteti i dytë më i madh i Iranit me një popullsi prej 4 milion banorësh, rezervat e ujit ranë 93%, duke nxitur thirrje urgjente nga zyrtarët për ruajtje. Kriza vjen pas një vere përvoluese të shënuar nga temperatura rekord dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Kriza e ujit në Iran nuk është vetëm rezultati rreshjeve të pakta, thanë ekspertët dhe kritikët. Dekada të keq menaxhimi duke përfshirë ndërtimin e tepërt të digave, shpimin e palishëm të puseve dhe praktikat jo efikase bujqësore kanë shtëruar rezervat. Ndryshimet klimatike e kanë intensifikuar problemin, thonë autoritetet, me rritjen e temperaturave që përshpejtojnë avullimin dhe humbjen e ujrave nëntoksore. Nuk patëm as shi dhe as ujë të mjaftueshëm, edhe tashmë mund të shohim se digave po u mbaron ujë. Ato janë aq të zbrasta sa që mund të shihet fundi i tyre, tha Madi Kodai,
një shtetas iranian në një dyqan depozitash uji në Teheran. فروش اون نسبت به گذشته خب مسلماً بیشتر شده. ما Situata e ujit është në krizë, veçanërisht tani që jemi në vitin e 6 të thatësirës dhe pikërisht kur televizioni dhe media të ndryshme po njoftojnë se duhet të kursejmë ujin, është e qartë se kjo krizë është shumë serioze dhe se duhet ta kalojmë disi. Shpresojmë që të bjerë shi, por për sa kohë që kjo krizë vazhdon, njerëzit kanë nevojë për depozita uji në mënyrë që nëse u ndërpritet furnizimi me ujë, të mund t'i përdorin ato në shtëpi dhe të paktën të zgjidhin disa nga problemet e tyre të zgjidhshme. Shitjet tona krahasuar me më parë sigurisht që janë arritur. Kishte raste kur mund të shisnin vetëm 2 ose 3 depozita në një muaj të tërë, por tani shesim çdo ditë, veçanërisht ditët e fundit, pasi televizioni njoftoi se thatësira është bërë shumë serioze. Njerëzit janë më të shqetësuar dhe mendojnë se si mund ta kalojnë disi këtë krizë. Dhe kjo është arsyeja pse numri i klientëve tanë është rritur. عبور کنن و به خاطر همون تعداد Ndërsa një qytetar që bleu depozitu shpreh. Duke marrë parasysh që rezervat tona të ujit po mbarojnë dhe bazuar në raportime që kemi dëgjuar nga televizioni dhe radio shtetërore në lidhje me mungesën e ujit dhe krizën e ujit, vendosëm të merrnim një depozit në mënyrë që të paktën të kishim pak ujë rezervë. Në këtë mënyrë, nëse uji ndërpritet, nuk do të mbetemi të bllokuar. Në fund të fundit kemi gra dhe fëmijë në shtëpi, kështu që të paktën nuk do të kemi probleme me ujin dhe mund të përdorim pak nëse është e nevojshme. Nuk patëm as shi dhe as ujë të mjaftueshëm dhe tani mund të shohim se digave po u mbaron uji. Ato janë aq të zbrasta sa mund të shihet fundi i tyre. Është e qartë se uji në diga nuk është i mjaftueshëm. Autoritetet po marrin masa të përkohshme për të ruajtur atë që ka mbetur, por këto janë masa të përkohshme dhe publikut i është kërkuar të vendosë depozit, pompa dhe pajisje të tjera për të shmangur ndërprerjet e mëdha. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në balkanu.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo kohë. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.